Pra që ta bëjmë të qartë edhe për njerëzit që në ndjekin dhe edhe për publikun e gjerë. Jemi në një nga vendbazimet e forcës armatose, forcës toksore. Nuk kemi nevojë të japim detaje se ku dhe eksaktësisht, por sapo shkruar dorëzimi i një sasie të parë sistemet plishimit Javelin, edhe Shqipëria dhe Kosova që është e vërtetë një pjesë e kësaj ndihmese dhe bashkëpunimi bilateral me Shtetet e Bashkuara, si kundër dhe raketat e para antitank që lëshohen nga këto sisteme. Është e rëndësishme për tre arsye. E para sepse ka të bëjë me një kërkesë të hershme të forcave dhe më në fund po realizohet. E dyta sepse bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara mbetet në themel të forcimit kapaciteteve tona dhe të rritjes së aftësive mbrojtëse, janë sisteme antitank. Mund të shërbejnë edhe në situata të caktuara edhe për kundërshtimin e elementeve fluturues në distancë të shkurtër. Dhe pika e tretë që është e rëndësishme ka të bëjë me aftësimin e personelit tonë të luftimit me gjitha sistemet pajisje teknologjitë e përditësuara. Ndaj ka këtë domethënie të trefisht. Shumë faleminderit për të gjitha masat e marra, sepse një pjesë e mirë e punës ka të bëjë edhe me kapacitetin pritës, stokimin, kushtet në të cilat këto kapacitete lëvrohen dhe vendosen në funksion. Shumë vjen mirë që edhe e gjithë forca është praktikisht e gatshme që të presi rritjet kapaciteteve në vazhdimsi. Pra general, këtu gjendemi në ambientin e dytë. Që kemi njësitë e lëshimit praktikisht të sistemeve kundër tank, siç e kemi bërë publike edhe më herët, në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara kemi një dërgesë të parë të njësive të lëshimit Javelin dhe të raketave përkatëse. Dhe këto shkojnë në mënyrë drejt për drejt në rritjet kapaciteteve të luftimit. Dhe pastaj është faza e dytë, ajo që vjen gjatë vitit 2026, praktikisht presim dërgesën e dytë në mënyrë që të mund të certifikojnë totalitetin e grup batalionit, rritje kapacitetit të luftimit, rritje aftësisë së personelit tonë për të operuar mjete dhe sisteme të tilla dhe përditësimi teknologjik i grup batalioneve dhe i forcave speciale që është absolutisht i nevojshëm dhe i shumë pritur. Thuhet ndryshe fire and forget. Fire and forget, praktikisht ajo e lëshon dhe bllokohet ke targeti. Si ajo shkon vetë në objektiv. Dhe kjo operohet nga një operator, praktikisht Ndërsa këto janë karabinat M4. M4 A1 versioni i ri, këto përveç shtimit në tre bëshëri dhe në bëshëri të gjatë. Praktikisht edhe këto shkojnë në standardizimin në standardizimin, unifikimin e gjitha armatimit të grup batalion dhe gjithë forcës toksore me kalibër 556. Ajo që vlen të teksohet është edhe këto pajime dhe sisteme vinë të përforcojnë edhe misionin e trupave tona në qoftë në misionet NATO-s, qoftë edhe në misionet të Bashkimit Evropian apo siç quhet në zonën e përbashkët të interesit. Që ka një dobishmëri të dyfisht. Ju falenderoj për punën e shkëlqyer dhe në vimësi të mundsojmë dhe certifikimin e trupave. Shumë faleminderit.